Përshëndetje miq të dashur të televizionit First Channel, ja ku takojmë sërish me emisionin Antipod me tema të ndryshme që debatojmë çdo herë në këtë emision për aktualitete apo çfarë do të qofshin ato. Derisa ne sot do të bashkëbisedojmë me Arben Vrellakun, i cili na vjen nga Bajica e Drenasit, për një rast mjaft interesant, një ngjarje që ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Dhe ajo ngjarje është ende disi e pazbuluar dhe është një ngjarje e cila ka trunditur thellë këtë familje dhe mbar Kosovën, por disi ka mbetur e heshtur. Pse ka mbetur e heshtur? Pse nuk janë marrë masa apo pse nuk janë marrë hapa konkret lidhje me këtë krim të bërë nga ushtria serboslave? Ne do bashkëbisedojmë me të ftuarin në studio ku do të na shpalos gjëra gjatë se çfarë në vërtet ka ndodhur me babain dhe 3 vëllezërit e tij të vrarë nga policia serbe, ndërta edhe 2 vëllezër të mitur, ku janë quajtur po thuaj terrorist nga serbët, por ata ishin të mitur, në fotot e tyre montazh ata bën gjithçka për të quajtur si ushtar apo si kriminal. Si do të qoftë, Arbeni sot do na thotë gjëra gjatë lidhje me këtë, çfarë ndodhi, pse nuk u morën mediat me këtë punë, pse keni insistuar shumë herë, pse gjykata heshti, pse u bën ADN dhe kur nuk morët rezultat, shumë çka do të thotë sonte në Antipod me Arbenin, do t'i bashkëbisedojmë. Arben, fillimisht mirë se erdhe në Antipod në First Channel. Arben, ju keni të vrarë baban dhe 3 vëllezër, gjithashtu dhe djalin e Axhës. Realisht na thuaj në fillim si ka ndodhur vrasja, pastaj do të kalojmë edhe rreth asaj se çfarë jeni përpjekur ju që ta qitni në dritë këtë krim të rëndë nga ushtria serboslave. Po këta janë kanë fshatin Bajic. Prej Bajice kanë vendosur të vinë ku janë akon atë vendas në fshatin Çikato Drenasit. Dhe janë nisë prej Bajice, janë shku, janë kanë 4 vëllezërit, do të baba dhe djali i Axhës. Kur janë nisë fshati Trstenik, Lozja Kuhë, janë rënë pritje në zatajt me ushtri, edhe ata i kanë vrarë 2 vllaznin e vogël me 100 metër, Hysnin edhe Avnin, kanë vrarë në vend. Sa vjeç kanë qenë? Njëri 14? Njëri 14, njëri 17. Po. Edhe babën, djalin e Axhës, edhe vllahun tash që është qallë, i kanë nxanë, por Fehmia tash vllau i madh ka arrit një ik, prej dore i ka ik ushtarit, e kanë gjuve që kanë plagos, kam nuk kanë mujt me vraka pasu, ju ka ik, dhe të babën edhe djalin e Axhës i kanë mojt, për që shtojnë dikon 3 ditë që i kanë pa fshatarët ato të Lagjës, që janë edhe me emra dëshmitar që i kanë pa, i kanë shti me qelë, kanale dhe të rova e me punu, që ka ju kanë vyjë atyne. E do në qatë natë vlau Fehmia, të është i madhi, e ka ditë ku kanë vlau i madhi që kanë atëherë, edhe u shku, plagës të zatajt në tha, a ju kanë ushtarë, edhe i ka thonë që qështu e rrë prit i kanë vraj, I ka lemru dhe në thëtë vlau të madh, tjetëri që ka qenë i veshur në uniformë, të qëkës. Do të i ka lemru që janë vra ata, e për këta nuk e di shka u bon me ta tjertë. Edhe ajo nisë u shku me atje, me këshyr shka u bon, edhe ato që supozojmë na që e kanë zonë gjallë, e kanë mojtë edhe ato 2-3 ditë, dhe prej ato ujt i kanë marrë, i kanë qu në qatë fshatë, po është fshatë ka gjej malë Trstenik, i kanë qu në varrezat fshatit Trstenik, Lozja Bazaj, ku i ka vërët, i kanë vërës dhe i kanë shti me bager. I kanë vra ato dhe i kanë vërës me bager. Edhe me 2001, me 20 nënit që shkërun këtë në dokument, ju kanë dërzu që të dokumente për fasusit të këfurit. Nga? Prej nishit. Unë për derisa unë do t'i fokusoj në kamerë, ti do t'na tregosh se çka përmbajnë këto dokumenta. Edhe këto ju kanë ndërzu për fasusit të furit që të ndërzohen neve familjarëve, që është në bazë të përkthimit që e kanë abonë.
që kush e nje gjuhën serbe. Edhe këtu në kanë ndërzu neve që do dhëtë këtu që supozojnë ata është bo një gjykim që në gjykatë ushtarake të nishit që do dhëtë a ka pas Të që kanë skicat e të janë skicat ku janë vëra që janë vërës 2 vllaznia e vogël, a që në fakt këtu thëtë që në këto dokumente thëtë që nuk përmenet vllai i vogël heq. As djali i Hoxhës, Nëse do t'i shpalosin pastaj. Janë të njëjta këto dyja? jo, janë ndryshme. Po. Këtu do të thotë, këtu dokumentacion, këtu është Savezna Republike Jugoslavia, Savezna Ministarstvo za odbrane. Do të thotë Ministria Mbrojtjes, Komisija za primjenu vojne, ne se marë kota qërelise, nuk po mund të lexoj edhe mirë, po shirë të dhe në tema dhe për Ministrisë Punëve, për Ministrisë Brendshme, apo të mbrojtjes, si do qoftë ajo, emri Qenka Slobodan Tejić, Načalnik një komisija, e po këtu e paraqesin ngjarjen si ka ndodhur vrasja, Jo realisht. jo realisht. Çka thuhet, çka ka brenda këtij, si paraqiten, si janë vrarë? Këto paraqiten do thotë ja kanë zonë lotën njoftimat vllavt Hysnis, Po, përmenet edhe baba Hamza, do thotë që ja kanë gjetë lotën njoftimat në xhep. Ku janë edhe këto që i kanë boku, i kanë këtu është Hysni Vrellaku, Po, edhe- Hamës, do të thotë edhe Hamza Vrellako. kaptenish, ky vëlla është 17 vjeçar, ky vëlla do të thonë atë kota më 17 vjeçar i ka pas. Po. Edhe këtu ja kanë vesh, do thotë një pjesë të uniformës, ushtarake, plus këpucët, ushtarake që smicët, edhe ja kanë la armët, ja kanë montu ato, do thotë që i kena vra gjatë luftimeve që shtetë këto. Këtu i kanë fotografu edhe kufumat, a këtu realisht në që të foto janë 2 vllaznia vogël. Do të thotë janë vëlla 14 vjeçar, Edhe 17 vjeçar. Nuk po shihet shumë qartë e mirë. Po, janë në qëto foto, a realisht thëtë që janë Hamza Vrellako dhe Hysni Vrellako. A këtu një ja kanë mësu, Ftyrat e mbuluara. po ja kanë mbulu ftyrat që mos më dallu kush janë saksisht të në foto. Këtu do të thotë që kanë 2 fotografi, njëra që ka Janë gjithsej 6 fotografi. E që, fotografit e 2 vëllezërve të cilët janë vrarë posa janë marrë. po se si janë ndërzu. Si thot vëlla, si ka ndodhur vrasja e 2 vëllezërve? Thot që na kanë thonë Darzana. Ato. Këta po se janë ndërzu, si janë afru. Me i kapë, thot këta 2 thot i këmë po si kanë vra fill. Janë ndërzu këta dhe në thotë? Janë ndërzu, po, janë ndërzu. Këta thot si janë afru, thot nga të si këna pas 10 metra. I kanë vra thot këta 2 fill. I këmë po thot që i kanë vra, edhe këmë tentu thot mi kapë një vlla, edhe kanë nga thot në kanë kapë tonëve. Qa këna pështu, po tani kë ka arrit që i ka ikë pe dërë. Edhe ka nga u ko moli shumë ofër, 2-3 metra, prej rrugës ku jenë vra këta. Edhe ka arrit me ikë moli të pushtet, më kanë gjuhë, po e ka pasu imërin fati që veç kombe ka rrugë, ka pak plumat, e ka pështu. Po ikë edhe ardhë në qikate u kujna kona. Ato e këtë tani ka në eterin për fundim të luftës. Po mas luftën e erdhen qëto, letrat, do të jenë ardhë edhe unë miku edhe këfuri, do të në kanë thotë që do të me zhvarrës, mja bon analizat e adynës, apo qka i bon këtu, që më konstatu që janë të vranë në luft, apo ju. Edhe këna pranë, unë kanë thonë që na i zhvarrësu, me i varrësu, me krejt, ju nuk keni më merë me këtu, i kanë mojtë kufumat 3 javdet në mërgë, mas 3 javdite, ne i kanë prunë edhe ne i kanë lanë në shpe, kanë thoja du të me i varrës ju vetë, se nuk kejna ekip me i varrës, po duke në me i mojtë të natën në shpe, ne i sërit me i të bu lagjen, me i hop apet burët me i varrës. Por kur i kumë këshyrë me qëto letra që mi pa ditë që ata kushtarët, që ata që i kanë bë këto, i më konë të natë, i kumë qunë në mekë, su më kanë marrë parasysh, i kumë qunë rënë, tani 8 stacion policisë në përgjykatat të në të Kosovës, i kumë që tani erdhen Eulex, i kumë që Eulex, asë nuk janë merë me këtë punë. Pse ata të kanë thonë pse, se do ka qenë arsye pse nuk? Nuk kur që hesh kur farë përgjigje.
të kontaktojmë, më ka thonë lena i dokumentat të kontaktojmë, në të thirë, mo asë më kanë kontaktu, kur heq, i ka 2 vjetë për mi. Që nuk më kanë kontaktu. Jem shku në prokurori speciale, Kosovës, më ka thonë dikosh që shka dhe që të pravu, jem shku dhe që ato mi pravu, thash, mos po marrin parasysh, jem taku me prokurorën Rita Hajdari, më ka thonë këshyrëm shka muj me ba, ma vënë më ka thirë në telefon që ka thonë që mu më kanë caktu prokurorore për qitë rast. Edhe jem shku, edhe 4-5 herë tjera, jem taku me to pa më thirë heq, shkesha vist këshyri, se shkej ke ku e gatë, nuk më kontaktajke, ma asë nuk kesha kërvar përgjigje. Ka thonë që po thojnë e u leksi, edhe unë edhe dhe që munges stafit, nuk kem staf bëll, edhe nuk po mujna mu merë me rast. Edhe ta shohëm që ka mujna me ba. Unë kanë thonë që ato analiza do të me gjetë. Që kanë pasi i nëzërën nga varezat dhe ju bon autopsinë sërisht, qëfar kishtë në rezultatet e analizave? Rezultate askur gjë heq nuk në kanë pru. Në kanë pru do thotë veç qka ju ka gjetë në për trop, që ju kanë gjetë syzat e bobës, një shkrejbez, diçka, që ju kanë gjetë në për trop. Sa në tjetër mo, asë në nga një për rezultate analizave, askur gjë. Kumë provu me i lypë rezultatet, ta zhvën, jem shku mjekësi ligjore, i gjetën një herë emnat ato, ma vënë më kontaktu, më thanë, ja, është në pushim në zërtare e u leksit që do të me lëshu që të, po mas një javë të thirë më vjen i merë. Më kanë thirë njëtën ditë, më thërën tha, ja, nuk janë analizat këto. Jëmë shku apet fizikisht vetë, jëmë shku atje, me ditë kush i ka zhvarros, ose ku më orientu, më kanë thonë që nuk e dim kush i ka zhvarros, këtë samë do të me ditë ti. Unë jëmë konë 12 vjeqë, kur i kanë zhvarros këta, e di që jenë konë të mikit, jenë konë ushtartë këfurit, jenë konë përmi 20 kere, janë zhvarros, i kanë morë, i kanë këthy, kur gjëheq. Tash nuk po më e gjoj, as kush i ka zhvarros, po as analiza, as kur gjëheq. Po, këta fillimisht thanë se i kanë. Po, i gjetë emnat e djali që po përnej ka ato, tha po, veç është në pushem. Pastaj? Një javë, unë kontaktajt njëjtën ditë, mas 2 ore dikon, më kontaktajt, tha nuk janë këto analizat. Po i thashtë i gjejtë emnat, i gjejtë këtu, tha jo, tha nuk është vërtejt, tha nuk i kumë gjejtë, tha po nuk e di, tha pse, tha nuk janë këto. Nuk e kena zhvarros na. Po kush i ka zhvarros, nuk e di, tha këtë punë do të me ditë ti. Pa kanë qenë ata të këforit, kanë qenë me ushtar, apo? Kanë qenë ushtar. Cilët ushtar kanë qenë, cilës të në tinë? Nuk e di me... Po dikush e dinë, në shatën thëtë se unë mika kanë qenë me makina, po? Po, me shanjat unë mike që shi kanë pas kerët e bardha, jenë konë ekipi me... Sa i kanë mojtë pas i kanë zhvërros? Dikon 3 javë të 1 muj. Edhe ju kanë lënë në bërë dhe... I kanë pronë mas dite, dikur më kujtohet, edhe kam thonë që jo do të me bo varrimin vetë. Po i kom thonë që ja, jena merë vesh që jo me zhvarros edhe me varros prap vetë. Ka thonë jo nuk ke me kep me varros, ma jo do të me kry, i kanë lanë kufumat edhe kanë ecë. Tani është do nejstrit na herët, më shumë i të bulazhen me i hapa apet vërët, se kur i kanë zhvarros, i kanë mshejl apet, se me bager i kanë zhvarros. Me qel apet edhe me i varros. E më kanë thonë që dohet që merët që kjo rast, dohet me zhvarros edhe njëherë. I ku më thonë veç do të shka të drejtësia të erë në fond, nuk është problem. Hajde apet zhvarros, në veç po du mi ditë, po du mi pas me shkrem, kush pe zhvarros edhe... A ki pyti konë shtu dhe më thotë në të një lidhën, pse nuk po mirën me këtë rast? Cila është arsye, pse nuk mirët gjykata me këtë rast? Pse është heshë, pse është anashkalu, pse si keni marrë rezultatet, keni provu në një lidhje, them ashtu? Kena provu gjitha lidhjet, këmë provu në tana ontë me këshyrë, nuk e di, jem konë të drejtësia në Kosovë emisioni që është. Po? Mi kanë morë dokumentat, më kanë thirë një 5-6 herë, jem shku dhe ta jem taku, jem shku edhe pa më thirë heqë, vështë këshyrë shka po bëmat, kanë thonë që e bojmë një emision e transmitojmë. Edhe dikur ma ja kanë njësas telefoni, nuk ma qelshin, herë ma qelshin telefoni, më theshin ja do të me prite, ja është të rast që dënë kuë, shpesh më theshin ja këj gazetari kërësh një gash, ja gjindëm Shqipni, kur të vitë thiri, nuk më kontaktaj ke më kërë. E që si farë sa në shkurë, nuk e di pse, nuk merët këj rast.
Kurse janë faktet, janë dëshmit, janë me vull gjykatës nishit, janë me krejt që do thot e pranojnë ata që i kanë vëra, e krejt po nuk e di pse nuk merret ky. Këto dokumente janë do në thotë që vula do në thotë rashka. Këtu është dy fotografi gjithën të vëllosura, këto dokumente ju kanë dërzuar do në thotë Këforit. Si arritet i meni ju këtu? Këfori na i ka prunë shpe. Kanë thonë që tu janë për juve, na u kanë njepë prej Serbis, kur që spjegim nuk këna pas më shumë. Veç të i të dyrë t'i kanë pru, i kanë lanë dhe kanë ecë. Këtu paraqitet rasti që janë të vrarë vetëm 2 persona. Këtu paraqiten, këtu foto paraqitet rasti që janë veç 2 persona të vrarë. Anë faktikisht janë 5. E ku fomën e babës, e vllaut tjetër, edhe djalit Hoxhës, ku i keni gjetë? I kena gjetë në vorret të fshatit Trstenik, që janë vorret maqme, më thot, i këshit pas vorros me bager, i kena gjetë dikon mas 8 muaj ose 9 që i kena vorros këta 2 vllaznin e vogël, se për këta, kur u konë ky vllav që është tash i madh që ka pështu, u konë me ta dhe e ka ditë ku janë vra, kur jena shku i kena gjetë 2 vorret ato, që janë të vërrast këta. Fillimisht këna menu që janë të 5-tit. Kur e këna bo ceremonin për me i vorros në fshat të unin vërrejzat tona, i kena qelë 5 vorret. I kena bo në Hazder, kur jena shku i kena zhvërros, atje na kanë dalë që janë veç këta 2. Se këna menu që mos i kanë shtit 5-tit një ven. Mas sa ku e keni shku mi matë? Jena shku dikon mas një 4 muje, 5, mas i ka përkontu lufta. Se njëherë nuk gudzaj shumë se theshin që ka mina, ka... Në cilën qëfar date ka ndodhë kjo? Kjo ka ndodhë me 21/5 99, që jenë në vëra. Maj? Po, 99. 2 javë, 3 javë për vjen para përfundimit. Para përfundimit luftës. Edhe të këto që kanë dokumentacion i vërtetuar, i volosur, po këtë dokumentacion kur e keni dërzu në gjykatë, qka thanë për këtë dokument? Atë pyetën se nga ka ardhë, si është? Po, më kanë pyet, ka e sigurove këta qysht ka ardhë, pse të ka ardhë, se anë ju më kalëzu qysht është ardhë. është edhe emri përfaqësuesit Këforit, cili ka pranu këtë dokumente, bataljoni e qyshe jonë ato. Që të mumi me gjithë edhe emrin Mario Righele, pukovnik Prishtina. Zajednička komisija, šef Zajednička komisija në thot i Këforit, komandant Këfora, Zajednička komisija, šef Zajednička komisija, pukovnik Mario Righel, Prishtina. Thashtë me këqyrë në periudën kohore se kush ka qenë, më në dyna se si të prokuror ka qenë. Media, keni provuar media që ta zbarni këtë fat ose ta jepni përmes media? Po, ku provu në drejtësia në Kosovë, im kanë që është thashtë dhe ma herët pas një rezultat. Pse se ka bon drejtësia në Kosovë për mirë? Nuk e di. A ju kanë thonë arsye? As një arsye, hez. Veç që shto, jo jam në Shqipni, jo dënë ku këj rast, jo të shohëm, të kontaktojmë na vetë, kur dohet që ato analizat me lëpshin që do të zhvarrimit që jenë bon, ato s'ku marrit me siguru se nuk e këmë ditë. Jem shku të preng gjetaj për personat zhdukur. Ka pravu mu mnimu preng gjetaj, po mas një kohë më ka thonë që nuk po mojsen me do. Një punëtore i ti nuk po më kujtu të emre që punon ato është edhe i ka provu kogja shumë, ka provu më mlon takim me përfaqësues të Oleksit. Më ka thonë që po, tha i kanë pranu ata njerë mu taku me mu. Po, gjithë të jashty. Janë këtë javë nuk mujmë tjetërën javë, do të nuk ka rejtë. Ka provu kogja shumë, më orientu dika, për nuk kanë ditë. Ku? Ke qenë të një advokat për më këshilu? Jëmë kanun e të avokat, po më kanë thonë që është rast pak nuk e di që ka mujna me bon. Pro, jem konë edhe kumë rëziku, jem konë i ka një vete gjysë, jem konë nishë. Për mes një shokit, ka ardhë me mu, jem konë me full me një avokat në nishë. Po, aji nuk e ka morë rastin. Ka thonë që nuk u dzaj, tha me morë rastin, se nëse e marë që të rast edhe e akuzaj dikon, jo me rëzikun për
qytyne që e kanë kry. A ka ndonjë emër, do të thotë pas janë ndërzu, kush ka qenë nga udhëhecit e grupit apo ushtrisë në atë kohë? Janë emrat këto. Gjithë atyre që të kanë qenë? Janë komandantit edhe zavendës komandantit që shkujtoj, në bazë të përkthimit që janë bon. Janë do emra, por do këta gjithë që janë gjyku, që e gërop që janë konë, thot janë gjyku në gjykatë ushtarake në nish. Edhe? Po gjykata e ka po që do thot nuk ka pas vepër kriminale, i ka shpallë pa fajshëm. Këta do thot nuk janë denu, pse nuk ka pas vepër penale, i kanë qështhojnë, i kanë vranë luftime. Si ka mundësi një 14 vjeçor tjetë vranë luftime? Ata si ka dëshmitarë në thotë që thonë se kanë qenë duke shku nga fshatin fshat dhe kanë qenë pa uniformë. Po, Të parë ma ka të dëshmitarë. Edhe janë vra pas i ndërzu. Pas i ndërzu e vra. Po ka dëshmitarë që i kanë po do dhe të qysh janë 3 ushtarë të që kësë janë kanë manalt në male dhe thonë që i kena po që ati fshatit soj lagje, i kena po thonë edhe këta dërzunit, masanej i kanë vërrus vetë këta, do thot baba, vllavë i madh, djali i mis, që thonë ata që i kena po, që i kanë vërrus, i kanë shtimi vërrus këta 2 vllaznin e vogël. Ku i kanë vërrus një arë që ato, i kanë vërrus do dhëtë vetë këta. Të janë edhe disa emra, për vetëm nga komisioni nuk kushtit të shka që Slobodan Tejeq, načelnik komisije, kapetan Vojna Broda. Qka po mendoni të bëni tash? Si do të paraqit një këtë rast? Ku mendoni shta? Unë këtë rast ku të mjepet mundësia ka me qu. Po, me thonë drejten, unë ka hu besimi në drejtësi se nuk ka drejtësi. Kush pe pengon këtë rast, si pas jush? Si pas meje, është direkt, unë miki, prej unë mikit e pengon tash e u leksi. Tu i një mu edhe do prokuror e shqiptar. Kush janë ata? Po unë menoj që shkurt është shembull kjo drita Hajdari, pse nuk deklarohet me thonë nuk moj me këtë rast, po gjithë të i mojtë edhe nuk ka kur. Që sa ku e ka këtë rast drita Hajdari? Dhe ka mini vete gjysë. Në që një vete gjysë se nuk ka bërë asë një hapë. I ka, më ka thirë një muj ose 2, mas ja kom dërzu që tu, që e ka rastin e i ka që tu, më peja të hesh i kur. Qëka të tha kur do të akut me dritën? Jem kanë, i ka para një viti që shtu jem kanë, i kom thonë drita ka në sen, ka thonë qatë ka të lejmë rajone. Nuk i nevoj me ardhë më për këtë rast, qatë ka diçka të rejt lejmë rajone, po parë situat që nuk ka staf mjaftushëm. Qëfar stafi? Staf do thot gjykatësve, prokurorëve të këtyne që mu merë me këtë rast se kena landë shumë, po thëtë. A keni qenë gjykatën e Mitrovicës? Jo, gjykatën e Mitrovicës, visë në prokurori. Për asyë se është gjykata cila i takon, jo nuk i takon duket, fshati ju nuk... Jo, na jem me Prishtinë. Me Prishtinë se gjithë mendova me se Skenderaj. Ju do të bëni përpjekje dhe në fund që ta zbarni këtë rast. Këtë rast, kurse janë dëshmit, janë... është një dhimbje e madhe pesantar të familjes, dritën barbarisht dhe më zbarë të asgjë dhe fajtojnë dalin të pafajshëm. Që kjo neve po në vdoket që kur pishohëm se në fillim mas luftën, nështë ta nuk e këna pas që të dhimbje që e kemë që tash, kur po merë në me që të rast, se kom thonë që u shlirum që tash, bilet paktën këmëna, ku të shkojmë këmëna full shqip, edhe këmëna ngu hallin që e kemë, ose diçka. Po pisha që ishin konkret interesa më duket. Disa persona qëllë që asë nuk ju interesan të merën, janë faktet, janë dëshmit krejt, që e pranojnë vetë që i kanë vra, edhe mos të merë kërkosh parasysh, bili paktën që ta që i kanë luftu këndër serbëve, që sot janë pushtet, bilit paktën me marrë me shqyrtu mundësin, kurse për ditë neve për në akuzohen në shta luftetarë të unë,
cilët kanë luftu drejt, kanë luftu pa kur far fakti, pa kur far dëshmie. A këto janë dëshmitë që vetë ata i kanë qu, cilët e kanë kry krimin, është janë të vërtetuar në prej gjykatës, janë shpallë pa fajshëm. Po, këtu, gjithçka është në Bilet merret edhe një herë të shqyrtohet që është çka kanë thënë ata, apo unë veç e di realitetin që mu familjarët mu kanë vrarë. Edhe jo që shpëthojnë këta. Kush a ka dëshmitar, ju thatë se kanë qenë disa ushtarë të QK-s dhe fshatarët e cilët i kanë parë. Po. Që ata kanë qenë 3 ditë apo 4 ditë duke bërë punë ndryshme për ushtrinë jugoslave. Po. A janë ata dëshmitarët e cilët mund të dëshmojnë? Po. A janë deklaruar të gatshëm se do të dëshmojnë se si ka qenë rasti? Do të dëshmojnë ata. A janë të gatshëm edhe ata ushtarë të QK-s të cilët do të dëshmojnë rastin, sepse ata janë dëshmitarët kryesorë të cilët e kanë parë rastin që nga fillimi dhe si ju vrarë 2 vëllezërit e kush i vorrosi si ka ndodhur gjithë ngjarja. A ja keni thënë edhe këtu do të gjykatës, a keni bënë një letër përmes ndonjë advokati se ta janë dëshmitarët e cilët do të përmes dëshmojnë këtë rast? avokati jo, po për drita Hajdarit i kom tregu që janë dëshmitarët, ja kom dhënë me emra, me mbiemra, ka thonë do t'i thirrën për intervistë. Nuk i ka kontaktu kërkoshën, e kum kontaktu vazhdimisht dhe takuën a ka një herë me ta. Edhe shpesh unë vejsin gati si sajrë sa takuën ma ka në i sen të rej për këtë rast, s'na ka kontaktu kërkoshën. U konë një plak tash ka vdek para 5 vjetë dikun, a ju konë në thera në gardhim sheft, kur i kanë vra dhe këta 3 që i kanë që i kanë vëros, i ka po të i vra edhe të i vëros me bager. Edhe ta i ka kalëzo, është një gjerim e ka kë Ganimet Byty që i Lalushit, cilën edhe ja u ka qu prokurorisë drita Hajdarit, ka kontaktu me ta, që ja i plakit të i kalëzo qyshe ka pa rasin edhe të zhvërrës kufumat. A i keni ju këtë inqizime? Une nuk i kam, po drita Hajdari i ka, se u shku ja u ka qua i. Ganimeti i ka, po a i ka vdek edhe ka thonë se tash kë Ganimet Byty që është ti smut prej kanceri, që nuk jam shumë i sigurt. Edhe më ka thonë që të parin, tha që ta pi kontaktojmë se mos ndodhë diçka, ose diçka bili të kemë që dëshmi, që të cedej, që e ka që të gjerim aj që shkallëzën, aj plake që i ka pa të i vëra, edhe të ishti me bager, të i vërës. Të në thëtë, cili është apeli juve, kuj do t'i drejtoni këtë moment, para kamerave, kuj do t'i drejtoni që të mirë me këtë rast dhe mos ta neglizhojnë këtë punë. Unë ju kësha drejtu mas pari, drita Hajdarit prokurores, cilën e po thot që e kom rastin une. Edhe është prokurore. Thuja këtu direkt dritës, thuja direkt nga kamera, thuja dritës. Dritës ju thom që të bëjë diçka. Po këtën, ose do të kallëzën, do thot që kush pi pengon. Po pse nuk po ecë ky rast. Se ky sot shkon të ju mos mu, do thot krysit e krimit mund edhe mos t'janë, këtë botë mund dëshku për këtë krim që kanë bon. Ose do të tregon, do thotë se po të kallëzoj drejten që prej e u leksit edhe unë mike që ngon më herët, mo jam i dëshpëruar që e di që nuk janë në bazë qytyne dhe rrethana, që unë pisha që nuk janë ardhur me da drejtësi, po janë ardhur me favorizu Serbinë. Në bazë këtyne, kur e shoh që për ditë akuzohet një komandant, ja ka dhënë një shuplak, një akuzohet dënohet që shke rasti fundit për Sulejman Selimit, Sami Lushtakit, e kemë rastin e vëllezërve Ramadani që janë dënu pa kur far fakti, janë dënu ka 30 vjetë burg, pa kur far dëshmije, kur i kam unë dëshmit, i kam krejt, pse nuk merret kë? Qemi se dashur të varë 5 persona dhe njerëzit shpallën pa fajshëm gjykatën e Nishit, apo? Po. Gjykatën e Nishit, ndërsa për shuplaka tjerët, po thot Albeni se dënune pa rastin edhe ne se realisht të dënun, kjo është dokument, do në thot, i volosur me 29/2001 nga vetë ushtria nga Ministria e Mbrojtjes e Serbis, apo ish Jugoslavis, që ju ka dërgu komandantit shkruar Mario Righele në Prishtinë. Arben, unë shpresoj që të miren gjykata me këtë rast, të miren ato të cilët e ndojnë drejtësinë, dhe jo do në thotë të njëni marahat ndoshta, edhe pse dhimbja do t'jetë çdo herë, por si do qoftë nëse do dënojnë ata kriminal që bëjnë
e bën këtë krim dhe ju lënduan kaq shumë, duke vrarë 3 vëllezër dhe baban, gjithashtu edhe djalin e Axhës, ndoshta edhe ju do t'jeni pak sa më të qetë, por ata janë prapak grillave dhe e marrin dënimin e merituar. Nëse keni diçka për fund, urnoni. Edhe një herë apeloj që të merre dikush me këtë rast, kurse janë dëshmit, janë të gjitha, do të kjo është një realitet që ka ndodhur. Kjo është që e kanë pranuar ata që kanë kryer krimin. Po, këto pikërisht paraqitet nga vetë Ministria e Mbrojtjes. Vetëm i kanë dërgu dokumentat që kanë pranuar, po më çudit fakti që ose më shumë po më hub shpresa në drejtësi, cila i ka të gjitha dëshmit, i ka faktet, i ka dëshmitarët, i ka të gjitha, edhe nuk merret kërkush me këtë rast, që 15 vjetë që u kryu lufta, ose ma mirë me thonë për 2001 që janë këtë dokumente, nuk e ka morë kërkush hala seriozisht, që të merret me këtë rast, ose të këshyrë me thonë vestjallë shaj një sytë këshyrë shka u ka ndodhë. Sa në pos nuk për ju interesan, nuk e di pse ku ja ka dhanë, ose nuk po më i me ditë, unë pse, nuk po kam kur farë arsye. Ose mbili do të thënë që u shdosht më vëra këta, edhe mos le përgjësi, mbili ti një rrugë na tregojnë me thonë që... Do në thëtë ju si pas informacioneve të cilat i keni, do shta pak sa anështu, do në thëtë ju thëni se pengesë është Euleksi. Ma mërmendja që Euleksi është pengesë, mas pari unë miku, asenë se prej 2001 janë këtu letra, por në pesha që është vazhdimësi e unë mikët është Euleksi, e cila veç po vjen, si pas menimit tem, po vjen pej dënën, do djemë që nuk e kanë meritu që ta më ja bon, qësh janë dënu shumë njerës që është bashkëfshatarët e mi që i kam mas pare, janë bore mërësim Ramadani, Arben Keqina, jetën Keqina, të cilët janë dënu 40 vjetë borë, veç pa kur farë dëshmije, pa kur farë fakti. E që kja mu ma shumë po më brengusë edhe pe di që nuk ka drejtësi këto. Kosovë. Arben, faleminderit shumë që ishit në antipod në First Channel. Unë urej edhe njëherë dhe shpresoj që ky rast zvarret dhe ata të cilët bën këtë krim të dalin para drejtësisë të marrin dënimin e merituar, që edhe ju siç e thash më herë ndoshta do të nini më të qetë dhe ata po shohin e poshtë tema ashtu të ndjerët. Nuk do të kthehen më, por sa do të qoftë është një breng se po bëhet një krim dhe nuk po dënohet askush. E thatë edhe vetë se kemi shumë raste të ish ushtarëve të QKS-ave persona ndryshëm në Kosovë të cilët janë dënuar pa fakte, pa argumente, pa kurfar baze. Ne kemi bazën të cila na vije apo argumentin nga vetë Ministria e Mbrojtjes së Serbisë dhe nuk mirët kush me këtë rast. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Miq të dashur, ka çështje sa i përket emisionit Antipod për sonte. Ne takohemi të premten nga ora 20:30 ku do të flasim për grupin e Drenicës, e ku i ftuar në studio do të jetë advokati Tom Gashi. Do të flasim gjëre gjatë se si u dënuan ata dhe mos harrojmë se në emisionin ku biseduan për gjykatën speciale ishte Tom Gashi ku tha se nëse do të dënohet Sulejman Selimi, unë do t'jem ai që do ta mbaj burgin. Realisht ai u dënua, dhe ta shohin bazë çka fitu dënua dhe çfarë do na thot advokati Tom Gashi. Mos harrojmë të premten nga ora 20:30. Deri atëherë mirëmbëjtje.